Unë isha vetëm edhe me një koleg atëherë, 2 veta dhe prezantimi im ishte që jam i deleguar nga kompania Install Group, e cila më ka çuar që të bëj prezantimin te ju për një mundësi bashkëpunimi që do shikohet hapin tjetër të radhës. Paçka se shumë trajnime në fillim ishin edhe zhgënjyese se ndodhte që ai që ta kishte mbajt trajnimin për miliona euro, kur ne të gjithë iknim pas trajnimit, ai ishte duke pritur autobusin. Ne shpërndaheshim me makinë. Më thuj të vërtetën, në Shqipëni, a ka punë për ata që dojnë me punu, apo ka mungesë vend të punë? Ka të ri që duan të punojnë, por vetë familja ose miq i thonë që të duhet punosh sepse shiko lajmet, çdo gjë është keq, ose pse duhet punosh për dikë që fiton për vete dhe pa e lënë atij të shpalosi veten e vet dhe dëshirën e vet për të zhvilluar veten nëpërmjet asaj pune që po e bëri punën më mirë, pa diskutim në mos fund dikush tjetër do e paguajë më mirë. Po kërkon investimin tënd të radhës? Extra Real Estate të sjell prona ekskluzive nga Dubai drejt Evropës, të sigurta, të besueshme dhe të përshtatshme për ty. Extra Real Estate, investo me mend, jeto me stil. Frymëzohu nga historitë e shqiptarëve që po lënë gjurmë në botë. Sukses made in Albania. Sjell në dritë vizionarët dhe sipërmarrësit që bëjnë diferencën. Ndiq rrugëtimin tënd, bëhu ti historia e radhës. Do të ndërtosh brandin tënd personal dhe të shpërthesh në rrjetet sociale? Radio Marketing është makineria krijuese pas videove më virale në Shqipëri. Strategji, xhirim, montazh, Radio Marketing i bën të gjitha. Zëri yt ka vlerë. Radio Marketing e bën të dëgjohet më gjerë. Mirë se vinin në podcastin e suksesit. Sot kam një person veçantë, Artan Sina, CEO i Install Group. Artan, mirë se erdhe, edhe faleminderit për dhuratën që më ke sjell, edhe për dashamirësinë që ke ndaj meje. Faleminderit ty për ftesën, edhe uroj që libri të shërbej për hapat në vazhdim, që pa diskutim do i kesh më të suksesshme se tani. Faleminderit. Unë jam kurioz me ditë fillimin gjithmonë. Që ishte momenti i parë, kur vendose me hapi biznes, si nolli, domethënë, ç'a të motivoi? Atëherë, fillimi daton me krijimin e strategjisë në vitin 2014. Në atë kohë kisha mbaruar studimet për inxhinieri telekomunikacion, master shkencor. Kisha eksperimentuar emigracion, nëse mund ta quajmë, në Kret. Kisha shkuar për disa muaj punë atje, ndërkohë eksperimentoj edhe me punë vogla, instalimi hidraulike elektrike, po në Tiranë, në Durrës nga Dilnin. Ke punu vetë, domethënë, në fillim, a? Kam punuar që herët me instalimet hidraulike elektrike dhe më pas u bë, si thosh, një bashkim mes pjesës shkollës, pjesës praktike, po edhe pjesës të eksperiencës që kisha në Greqi. Në 2014 fillova ideimin e strategjisë, gati 1 vit e gjys më mori kohë. Dhe unë të ketë qenë një nga gurët e fortë themelit ideimi i strategjisë që kishte të bënte si me analizën e tregut, të detajuar analizën e kompetitorëve që ishin në treg, metodikave të punës, risive, kërkimin e risive se qa mund të kishte diçka të re në treg. Dhe në 2 gusht 2015 vendosëm që të hapi fillimisht si një dyqan i vogël lokal. Bëj pyetje kështu, pak ngacmuese. A ishte 1 vit e gjys strategji, apo ishte edhe pak overthink pjesa? Ishte miksi të dyjave. Overthink shkonte pastaj me net pa gjumë. Aty në overthink e sipër, zbulova edhe mendësinë e zhvillimit personal, e cila ishte një ideologji shumë e fortë që shoqëroi gjithë krijimin e Installit, edhe rritjen më pas të saj. Masi more hapin për me hap si dyqan, si biznes, cilat ishin sfidat e para? A ishte njësoj si kur e bashe vetë punën me durët e tuja, edhe njësoj me drejtu i biznes? Sfida e parë ishte gjetja e kapitalit fillestar. E cila, si tu hapi disa episode zhgënjimesh si nga pjesa e njojeve të asaj kohe dhe zhgënjimet e një pas njëshme të refuzimit në dhënien e suportit kapitalit. Sfidë tjetër ishte hapja e një njësie të ri në treg. Sfidë tjetër ishte lokacioni, periferi e Tiranës. Sfida tjetër ishte dyshimi që edhe ku shkoje për të blerë edhe për të shitur, mendësia e vjetër e tregut ishte dhe diskriminuese të tipit që ty nuk t'japim se nuk bën sasi, ti e ke çmimin kaq,
ose anasjelltas kur unë shkoja për të ofruar shitje që të shisja, edhe nëse jepja një çmim të lirë, shkonte deri në masën sa të akuzonin që malli ishte i vjedhur, edhe po shet produkte të vjedhura pse çmimi është më lirë. Ndërkohë çmimi mund të shitej edhe barazim thjesht për të kapur pozicionimin treg. Po. Si a dole për me bë pozicionimin treg, përveç çmimit, si i binde se me sa diun si mosh, po them janë mosha e baballarëve tonë, që njerëzit që drejtojnë këtë lloj biznesesh. Mund të them ishte këmbgulje shumë e fortë, ishin parimet që tani lexohen kudo nëpër libra dhe mendësisë ose zhvillimit personal, statistikat që duhet bëja 10 takime për të realizuar 2-3 shitje, dhe rënja intensitetit kësaj që shkoja te një person që të priste keq dhe e dija prit se ky futet ajo 10-qa që nuk do blen, por do pres ato 2-3 që do blen. Dhe këtë që doj që ato 2-3 blen më shumë sa mund blen ai klienti, ato 8 klientët negativ që nuk do blinin. Jam kurioz me ditë sa ka ndryshuar ky raporti. Për me marr një ke bë 10 takime më përpara. Ke marr 10 jo. Po sot në pozicionin që je sot, në treg edhe si përmarrës, si afirmum. Tani ka sfida tjera, sepse jemi detyruar edhe për t'i përzgjedh punët, sepse ekspozohemi ndaj riskut si të likuiditetit, të clearingut edhe çështjeve me radhë. Nuk di ta ndaj fiks se si mund të jetë, por mund të jetë pjesa gjys duke gjykuar kapacitetin e likuidimit ose seriozitetin e klientit. Pasi siç e din, unë operoj në sektorin e ndërtimit, ku gjithë e dim që është një treg me informalitet shumë të lartë, me njerëz jo serioz, me personazhe që pretendojnë se janë ndërtues, personazhe që pretendojnë që janë të mëdhenj, mendojnë të bëjnë komplekse të mëdha, por nuk kanë aftësi likuiditeti të vogla. Sfidat e para i kuptova. Po momentet e para kur filloi me ajo gjaja, kur i tha vetes, më duket se kjo funksionoka. Ai mori momenti i parë kur gjëja filloi të funksionoj ishte me kontaktet e para që bëja nga Facebooku. Okay. Në 2015 Facebook ishte si Instagrami sot. Dhe aty po njëja shumë ndërtues, hidraulik, elektricist, dhe paradoksi ishte që arrita të kapja pallatin e parë me kontakt nga Facebooku. Pa u njohur me ndërtuesin, pa patur prezantim ose historik në treg, u mor pallati i parë, që ishte po clearing. Ti bëshe postime në Facebook nga punimet, apo si? Po, adrenalina e fillimit, e energjia e fillimit është shumë e lartë sa tani. Tani jemi, po themi, me 20% të atij lloj marketingu që bënim atëherë. Unë isha vetëm edhe me një koleg atëherë, 2 veta, dhe prezantimi im ishte që jam i deleguar nga kompania Install Group, e cila më ka çuar që të bëj prezantimin të ju për një mundësi bashkëpunimi që do shikohet në hapin tjetër të radhës. Po si të parimi 10-8-2 që ishte, edhe këtu dha rezultatet e veta. Super. Shitja, më përmend fjalën shitje. Sa rëndësishme është për një biznesmen ose një sipërmarrës? Shumë e rëndësishme. Aty fillon, si thosh, i gjithë arti i sipërmarrjes, sepse çfarëdo që ne të bëjmë në sipërmarrje, do të kemi aftësinë për ta shitur. Negociata e shitjes ose të kuptuarit se çfarë klienti kërkon, kjo është një sfidë tjetër. Dhe nuhatja që klienti kërkon bashkëpunim, cilësinë apo çmimin, edhe kjo është një veçori që gjithmonë kërkon për të zhvilluar akoma më shumë. Shitjen a ke pas aftësi natyrale apo e ke përmirësu me libra ose me trajnime? Jo, mendoj që është përmirësuar. Siç thash edhe më përpara që në krye të herës ishte dëshira dhe pasioni për të ndjekur trajnimet. Si brenda vendit, edhe jashtë vendit. Trajnime shitje, trajnime të organizimit shitjes, sistemeve, dhe kjo që kthyer si një tip obsesioni vitet e para, që në dyqan isha veti dyti, detyrohesha që dhe të mbyllim dyqanin dhe të shkonim në trajnime, paska se shumë trajnime në fillim ishin edhe zhgënjyese, se ndodhte që ai që ta kishte mbajt trajnimin për miliona euro,
kur ne të gjithë iknim mbas trajnimit, ai ishte duke pritur autobusin, ne shpërndaheshim me makina. Interesante. A mon me ndonjë shprehje për shkak ose mësim që ke marrë prej trajnimeve? Besoj që ke marrë shumë, po ndonjë që të ka bërë kështu klik, edhe të ka dhënë një rrjedh tjetër krejt. Ka shumë shprehje, nuk di të veçoj. Ose mësime. Telefoni im është prapë me screenshot të gjitha shprehjeve që dalin edhe rastisin. Mbase një nga shprehjet që po prapë i referohem me 2015-s kur ishte starti, ishte një shprehje që zotësia është kush mban klientin e keq, pasi i miri qëndron vet. Dhe kjo ishte, si thush, gjithmonë ajo ideja që ose zëri i brendshëm që fliste në mendje, kur ballafaqimi ishte me klientët arrogant, me klientët propotent, me klientët e vjetër, se siç thash edhe sektori ishte me persona të vjetër në moshë dhe në mendësi. Mentorshipi. Sa i rëndësishëm është për ty, edhe a ke ti një mentor ose disa mentor? Unë fakt kam një përkufizim tjetër për mentorshipin. Kujdo nga ne duhet që të ketë një shembull. Po. Mund të jetë ngjashme sinonimi i mentorshipit, por na duhet një shembull që të jetë si udhërrëfyes. Jo shembull për tu admiruar dhe të kalohet një çështje që ai është kult individit. Dhe ne duhet ta ndjekim kultin, por një shembull për të marrë referencën edhe më të mirat nga ai. Që në fillim, që ishte hapet e rrugtimit, kam ndjekur trajnimet nga Tony Robbins, nga Robert Kiyosaki e gjithë tuajt me radhë. Në 2014 rastis në videot në YouTube Mimoza Thatchin, që kishte përkthime të jashtëzakonshme për atë kohë, mendimit, zhvillimit personal, nga Napoleon Hill edhe tjerë me radhë. Më pas arrita të zbuloj Vasil Nachin në YouTube. Në atë kohë pak video kishte dhe pak prezencë kishte në tregun e motivimit ose të eventeve që bënte, por ishte një udhërrëfyes për kohën, duke qenë që dhe sektori ishte i ngjashëm, ai në distribucionin ushqimor, unë distribucionin e ndërtimit. Mbase mund të ketë qenë një lloj mentorshipi për s'largti, po shembull pa diskutim shembulli më i mirë për të marrë. Don dikush me kërku punë me punu me ty. Të ka pa nga rrjetet ose të njeh ose ka një gjuhë për ty, një person që zhvillohet vazhdimisht, që jep mundësi skuadrës me urrit etj. Edhe vjen kërkon punë te ti. Çfarë kriterësh duhet me pas ai person që më kanë një oft për me punu për ty? Kriteri bazë është të jetë person i mirë. Jo të jetë një profesionist i mirë, pasi dhe nga eksperienca me profesionist mirë kemi zhgënjur, ndërsa një person i mirë dhe nëse ka dëshirë dhe vullnet për punën dhe ka një ambicje për veten e tij dhe për familjen e tij, është një element i rëndësishëm për ne. Ne në jargonin e përditshëm dhe me grupet e punës ose kur kemi grupe të reja ose antar hidraulik elektricis që i bashkohen skuadrës, dy herë të përbashkët i kërkojmë që një të jetë punëtor, në jargonin ton nënkupton pjesën që të ketë vullnet për punë, të jetë i gatshëm të respektojë punën, dhe e dyta të jetë familjar, në sensin që ai ambicien e tij të punës e lidh me përmbushjen e detyrimeve familjare dhe të projeksionit të tij familjar. Te pjesa e biznesit. Di që ke biznes vetëm, por ke marrë pjesën në projekte me ortak, po themi, nëse mund ta themi kështu, me bashkëpunëtor. A është më mirë vetëm apo me ortak një biznes? Deri para 6 muaj shtoja vetëm. Okej. Po si shumë bindje dhe ide që ndryshojnë, edhe kjo ka qenë një ndër bindjet që ka ndryshuar. Për të bërë punë të mëdha dhe hapa të mëdhenj duhet kohë. Dhe ne nuk mund ta kemi kohën pa limit që të presim vite për të kapur atë nivelin ose kontributin që ortaku do të sjellë. Konkretisht projekti që ne kemi hyrë që jemi ortak, do më duhej mbase 10 vite që ta realizoja projektin i vetëm. Dhe në vendimarrjen e fundit ose në mendimin e fundit kur mora vendimin për të marrë pjesë në projekt, ishte argumenti që nuk po humbas 10 vite, po fitoj kohën dhe le të jem pjesë e ortakërisë në projekt. Konkretisht, di që keni një projekt shumë bukur, Smart Hills.
Po. Edhe me sa diun është një komunitet për njerëz të përzgjedhur, kryesisht për sipërmarrës. Po. Nëse e kam të saktë. A mundesh më dhënë pak më shumë informacion si tamam vizioni për kë është, për sa do jetë gati? Atëherë Smart Hill ishte si një ide për të bashkuar sipërmarrësit, një target group në të cilën sot në Tiranë nuk kanë një lagje që përfaqësohet, ose janë rezidencat e sipërmarrësve shumë të mëdhenj që e kanë humbur lidhjen dhe kontaktin me rrethin e tyre ose me networkun e tyre, ose janë të shpërndarë në pjesë të ndryshme të Tiranës. Duke marrë pjesë në shumë të takime të sipërmarrësve të rinj dhe në networke të miqve, pa dalë si ide që sa mirë do ishte që një komunitet të kishte rezidencën e tij, të ishte një rezidencë relativisht e madhe, me shumë njësi dhe të kishte facilitetet dhe komoditetin e të jetuarit si përmarrës në atë rezidencë. Vendi më i përshtatshëm dhe më perfekt për këtë ishte liçeni i Farkës, për arsye se brenda unazës të madhe aty kishte më shumë tokë edhe sipërfaqe dhe lokacioni shumë pranë qendrës. Kuptoj. Pra, në qoftë se unë bëhem pjesë e këtij komunitetit, unë jo domosdoshmërisht duhet shkoj se s'bën në evente networkut, por mund të njoh ndoshta një sipërmarrës edhe tek kafja, lagjes ose te restoranti. Brenda rezidencës ne do kemi ambientet sipër co-space, po edhe për bar, business lunch, në të cilët do jetë një ambient shumë i mirë për tu takuar për evente, po edhe për të thënë që sa mirë që Julian e kam komshisë kur dua të bëj marketing. Thjesht të flas nga dritarja. Nga dritarja. Okej, super. Pak a shumë për sa kohë planifikohet të jetë gati? Projekti është voluminoz, përmbante 60 vila dhe gati 210 apartamente. Duke qenë që rezervimet kanë filluar që 2 muaj përpara kur ne akoma nuk kishim marrë lejen. Edhe klientët kërkojnë afatet dhe përfundimin në kohë. Dhe kjo do bëhet mundur ndarjen në disa lote të punës, mund ndahet në 5 lote të ndryshme. Lotin e parë mendoj që për 1 vit e gjys do jetë gati. Ndërsa i gjithë projekti duke qenë që ka shumë gjelbrim, ka shumë mure rrethues, hapësira të përbashkëta, mendoj që mund të shkojë për 2 vite e gjys nga fillimi. Super. Okej. Kthehemi pak te biznesi në general. Sa kohë mendon se i duhen një biznesi mesatar për me u stabilizu pak, pastaj me fillu me gjeneru fitim. Se unë kam shumë të ri që më shkruajnë si të bëhem milioner për 3 muaj, se shohin edhe video online, motivuese etj. Por që realiteti është komplet ndryshe. Mendoj që ajo që ka shumë rëndësi, që e kanë thënë edhe të tjerë, duhet parë çfarë mungon në treg, dhe jo çfarë të imitojmë në treg. Shumë të ri imitojnë dikë tjetër në treg, vazhdojnë shohin çfarë po bën Giulio, imiton Giulian dhe mendon që atë që po bën Giulio do ketë sukses vet. Ndërkohë që tregu mund të ketë shumë mungesa edhe në pjesën e podcasteve dhe duhet të ulumtojnë për gjetur gjën që mungon aty dhe të plotësojnë atë vakum. Mendoj ky është element shumë i rëndësishëm. Ndërsa për pjesën e kohës, sa kohë i duhet që të kapi tregun dhe të ardhurat, nëse arrin të gjejnë gjën që mungon, koha të paktën edhe nga eksperienca ime në bizneset që kam ndërmarr ose te ato që kam patur sukses, ka qenë 4-5 muaj. 4 deri në 5 muaj. Po. Okej, super. A duhet të kemon se s'ban një ide brillante me sjell në treg, apo mune me marrë një biznes që funksionon në rregull edhe thjesht me shtu diçka, me bë më lirë, më shpejt, më mirë, më bukur diçka? Nuk duhet ideja brillante, duhet gjetja e mungesës në treg. Çfarë mungon në treg? Çfarë po bëhet në vendet fqinje që s'po bëhet në Shqipëri? Si po i bëjnë podcastet më mirë në Itali, po themi, dhe mbas aty mund të jetë ide geniale që tregu të rritet ose të dalë një treg tjetër akoma më i madh nga ky që është. Di që përveç vetes ti trajnon edhe skuadrën. Të shikoj shpesh që i marr me veten në trajnime. Pse është kaq e rëndësishme? Edhe a ja pagun ti biletën apo e paguajnë vetë?
Arsyeja është krijimi i mendësisë dur tek ta, Okej. si në kulturën e shërbimit ndaj klientit, si në krijimin e sistemeve, po edhe të zhvillimit tyre personal. Një person që të kërkojë zhvillim personal të vetja, pa diskutim do jetë shumë i vlefshëm edhe për kompaninë. Po nëse një punëtor për shembull mëson një mënyrë negociatet, edhe vjen e përdor në thojza kundër tejet. Thot, shiko se unë du rrogë edhe të bën negociat për shembull aty. A si friksohesh kësaj? Nëse bën negociat në parim dhe ai ka vlerë për të shtuar në kompani dhe ai vjen me një ofertë të qartë që unë do bëj diçka më mirë edhe du të paguhem më mirë, për këto jam shumë i hapur dhe i inkurajoj edhe sot që të vinë dhe të kërkojnë sa më shumë. Ama nëse vihet në negociat me presion që unë dua lek se ika, më mirë le të shkoj, nuk duhet. Ç'a bën këtë raste tan? Kur një punëtor ose një bashkëpunëtor thot, o do më japësh këtë ose unë iki për shembull. Kuptohet ndeshën para një energjie jo të mirë të komunikimit si koleg si staf. Pa diskutim përgjigjja dihet, mund të shikoj ndoshta planin e punës që mund të më rrezikoj plani i punës për një javë dhe pa diskutim që do largohet. Po edhe nëse të prish punë ty? Edhe nëse do prishi punë, pasi me atë lloj fryme mund të prishi punë akoma më shumë, mund të prishi punë frymën e skuadrës. Pasi dihet të ne është disfavor pjesa e kulturës ndaj punës, duke qenë që jemi një vend postkomunist që edhe në komunizëm puna nuk bëhej mirëfill siç thuaj dhe korrupsioni ishte akoma më i fortë atëherë se tani. Korrupsioni ishte me trajt tjetër, me arra dhe me patate, ndërsa edhe tani ka të ri që duan punojnë, por vetë familja ose miq i thonë që të duhet punosh sepse shiko lajmet, çdo gjë është keq, ose sepse duhet punosh për dikë që fiton për vete dhe pa e lënë atij të shpalosi veten e vet dhe dëshirën e vet për të zhvilluar veten nëpërmjet asaj pune që po e bëri punën më mirë, pa diskutim në mos unë dikush tjetër do e paguajë më mirë. Kuptoj. Tan, ti je në kontakt edhe me kompani të ndryshme, edhe me njerëz që me punëtor që kanë skills të ndryshëm. Më thuaj të vërtetën, në Shqipëri, a ka punë për ata që doin me punu apo ka mungesë vende punët? Ka shumë punë për ato që duan të punojnë. Okay. Ka shumë punë për ato që janë të fokusuar në një drejtim të caktuar dhe duan të zhvillojnë veten profesionalisht. Por puna se shumë herë ne ngatrojnë gjëra dhe fillojnë të bëjnë filozofi të gjatë, sikur ne po e shpikim rrota shpikur me kohë. Puna don për ulësi. Si kur shkon në një lokal në lungëmarrjet të Vlorës që kamarieri fillon të bën si gangster, duke ngatruar pjesën e punës që ai duhet të ketë për ulësi aty në shërbim. Sot jemi në kohë më të mirë që po vinë egjiptian, filipinas dhe indian plot dhe kur e pin kafe në lungëmarrjet të Vlorës e pin rahat sepse të vjen indiani me mirësjellje. Thjesht mendoj që është çështje kohe sa tregu të plotësohet. Dhe kulturën e punës që nuk e kemi mësuar nga brezat ose nuk e kemi mësuar këtu si shqiptar, ta mësojmë nga tuajt të cilët do i bëjnë zëvendjen asaj pune që ofrohet. Po. Me sa dion, ma që informacion sa kam, mundesh me më qartësu, me sa dion këto vene punet, edhe kur janë të huj, nuk është se paguhen shumë më pak se sa të ishte shqiptar. Atëherë pse po zgjellin për nart me punësu të huj? A është vetëm kjo te kultura e punës? Patjetër që është kultura e punës, ka ca element që nuk diskutohen fare, respektimi i orarit, pozicionimi, respektimi i prorit, egoja e ulët dhe ose qartësia e tuaj që ka ardhur vetëm për të bërë punën edhe për të ikur më pas për të mbyllur atë orar punë për t'ikun, ndërsa me punonjës vendas ballafaqohesh me histori nga më ndryshmet, nga egoja e moshës që ti je i ri dhe që ti të drejtosh kaq punë, nga demagogjit boshe të historive, pastrim parashe, ky punoi dhe ky bëri, gjëra pa fund fantazinë e tyre që gjitha dalin jashtë kontekstit punës dhe të asaj çfarë është për të bërë. Në atë orar punë dhe në atë fash orar punë,
ai duhet bëjë vetëm atë punë që ka rënë dakord për të bërë. Dhe mendoj që diferenca është shumë e thjeshtë. Baset huajt janë edhe pak më të kushtueshëm se sa punonjësit shqiptar, por lehtësia dhe qetësia që ata të ofrojnë që ai ka ardhur thjesht për të bërë atë punë, është shumë më e vlefshme se sa puna e një vendasi. Te industria jote, hidraulik, elektricist, ndërtues e tjerë, pra zanate po themi. A kanë të ardhme zanatet në Shqipëri? Kanë shumë të ardhme. Sot nëse themi për një hidraulik që është i fokusuar te puna dhe ka një plan të qartë të organizimit ditës punës, dhe është profesionist i mirëfillt, jo i sajuar ose jo ka punuar 2 muaj diku dhe thot tani jam hidraulik, minimumin bazë ka 3.000 euro. 3.000 euro një hidraulik? Minimumin bazë. Dhe për 3.000 euro në Tiranë nuk janë pak. Unë vetë si kam mbaruar inxhinieri telekomunikacioni dhe miqtë mi student kur kemi qenë student që sot punojnë në profesion nuk e kanë atë 3.000 euro. Pra inxhinierat që paguan 1.000-1.500 euro siç është tregu. Install Group. Kompanie male, që ofron specifikisht? Atëherë ne kemi punën të organizuar në 3 kanale ndryshme. Kanali i parë është shitja me shumicë distribucion në gjithë vendin. Kanali i dytë është kanali i projekteve, furnizim vendosi instalimi, domethënë projektim, furnizim, instalim në godinave si publike si private. Punët me në sipërmarrje të komplekseve të mëdha, clearing dhe më gjërë. Dhe kanali i tretë i shitjes është shitja me pakicë dhe shërbimi i produkteve bazë të hidraulikeve, elektrikeve, hidrosanitarëve dhe kondicionerëve. Pra, ju merrni një projekt plot edhe e kompletoni me hidraulike, elektrike. Po, çfarë janë zërat e instalimit, duke filluar nga hidraulike, elektrike, hidrosanitare, ndriçim, kondicionim. Ju ofroni vetëm artikujt apo ofroni edhe ustajnë, po themi kështu, për me ma instalu diçka? Ne ofrojmë edhe grupet e punës, grupet cilat janë të filtruar dhe kanë një lloj historiku me kompaninë, njerëz të përgjegjshëm që shkojnë në objekt, te klienti për të mbyllur punën edhe me profesionalizmin e duhur. Kam një pyetje pak personale, por që lidhet me profesionin. Sot je një sipërmarrës i afirmum, edhe një njeri i afirmum. Ke fitoret tuja, ke kalu sfidat, ke çu kompaninë në një stad shumë të mirë, etj. Kthehemi 10 vite më përpara, kur e themelove. Një djalë i ri që kishte një ëndër, një dëshirë me u rrit, edhe me u zhvillu. Je parapasyrs edhe po e shikon këtë djalin. Qa menon se do thosht ai ty, duke të pa sot në pozicionin që je? Ai do thonte bravo, ja ke dalë më shumë se ç'kërkoja. Okej. Më shumë se ç'kërkoja. Po. Po ti, ç'a do i thoshe Tanit para 10 vite? Mos u mërzit aq shumë. Okej. Mos u streso. Nëse ka humbur ndonjë borxh i keq, do ja dalësh dhe do jesh më mirë. Pse si ke kalu këto momentet e vështira? A ke pas i ke përjetuar shumë? Nuk i kam përjetuar mirë, pasi siç thash që operojmë në një treg informal dhe me personazhe nga më të ndryshmet, si nga më serioze dhe më qesharak dhe më papërgjegjshmit. Sfidat e para kanë qenë pranimi i humbjes, gjë që s'ishte e lehtë nga një djalë i cili kisha patur një pag vite më parë 500.000 lekë muaj, duhet të ballafaqohesha për 2 vite me një humbje 35.000 euro që nuk ishte pak. Ishte pak impulsi i vetgjyqësisë, sa bënte ndonjëherë që dilte edhe nga vetja. Më pas kur reflektimi ishte më i thellë dhe më i zgjuar, pjesa e vetgjyqësisë nuk bëhej dot, po kjo kthehej një vetkritikë e cila ishte goxha më e mundimshme. Këtu deshte me dal. A je kritikuesi më i madh i vetes apo toleruesi më i madh? Si e ke marrëdhënien me veten e mbrëmshme? Deri para pak kohësh shumë kritikues. Okej. Në ekstrem kritikues, pasi gjithë ajo vetgjyqësi që unë doja ose gjithë ajo meritokraci që unë kërkoja te gjëja e humbur e shkaktoja te tjerët.
kërkesë llogarie, në kërkesë në imponimin e kërkuarit gjës time. Dhe më pas për shumë arsye kjo gjë mbeti që ishte moderuar dhe ngelte brenda meje që kthej në vetë kritik. A mendon se do kishe ardhur deri këtu sot, nëse do kishe kanë më shumë tolerant se sa kritikues ndaj vetes? Sepse biznesi kërkon një lloj me majt kështu në kontroll. Jo, mendoj që ky ka qenë çmimi që kam paguar për të qenë këtu që jam. Okej. Këtu ku jam. A të motivon më shumë kur thonë njerëzit, nuk mundesh mja dal apo mundesh mja dal për diçka? Nuk mundesh me dal. Okej, pse? Po mbase që nga fëmijëria që ajo ka qenë shtysa më e fortë që ishte kompleksiteti i pamjaftueshmërisë që duhet edhe më shumë si në shkollë edhe në universitet edhe në hapa tjerë të punës së karrierës duhet më shumë. Ka qenë gjithmonë ajo që siç ti e the që nuk ja del. Ajo ka qenë karburanti më i fortë sa ti ja del. Të kuptova. Kthehemi pak te skuadra. Kur ishin momentet e para që the prej tjerë se s'mund t'i bëj gjitha vetë? Kur fillove me marrë në punë njerëz tjerë? Edhe çka ka kënë, si më thon, pozicioni i parë që ke punësu? Pozicioni i parë i punës ishte shitës në dyqan që pa ta marr. Okay. Modestisht në ato hapat e para. Më pas po një bisedë me një mik që thym bindet kufizuese që thonim nëse do shpenzojmë më shumë për staf, do kemi hapësirë për të fituar më shumë. Kjo ishte ajo që parafroi pak më shpejt shtimin e stafit, pra thyrja e bindjes kufizuese, sa të prisnim vite derisa të kushtet piqeshin për të shtuar më shumë staf. Dhe mbas kësaj dëshira dhe motivi për të shtuar staf ishte më evidente dhe më e arritshme. Po sistemet, sa të rëndësishme janë? Sisteme edhe proceset. Se nëse ti nuk je një javë në punë, a shkon puna siç duhet? Vitin e fundit, po. Përpara e kam pas, përpara ka qenë problem. Kjo ndikuar shumë edhe nga bindjet e mia të gabuara. Dhe pjesa e sistemit është elementi më i rëndësishëm, pasi nëse nuk ke sistem dhe puna nuk ecën vetë, dieta nuk ke sistem, nuk ke biznes, por je i punësuar. Sfundi mendoj që e kam realizuar dhe procesi vazhdon, ecën. Super. Çfarë është e ardhmja në 5 vitet e ardhshme për kompaninë? E ardhmja për kompaninë për 5 vite, dëshira dhe vizioni është për tregun evropian. Pasi në distancë jemi shumë afër, logjistika është bërë shumë më e lehtë sa më përpara. Marrja e rekonstruksioneve dhe punimeve, projekteve hidraulike elektrike në Itali, në Gjermani, në Austri, gjë të cilën e kemi provuar me pak raste deri tani, por është një gjë lehtësisht e mundshme nëse do ketë më tepër energji dhe përkushtim për t'i dhënë. Pasi edhe niveli i çmimeve atje me këtu është një hapësirë goxha e volitshme për të fituar. Të kuptoj. Shumica sipërmarrësve shqiptar presin tregun evropian. Po a mendon se jena gati me kapacitete, me nivel shërbimit, me çmime për Europën? Mendoj që jemi gati. Nëse kompanitë janë strukturuara dhe skuadra është e përgjegjshme për detyrat dhe përgjegjësitë që mban. Sidomos në sektorin e ndërtimit ne kemi shumë historik në ndërtim, pasi mendoj që Shqipëria e ka zërin kryesor ndërtimin në ekonominë e saj dhe gjithë kjo historik i fituar mund të jetë aset për të dalë në siç janë emigrantët, po për ta marrë punën nga zyrat e bazë këtu në Shqipëri. Mas gjithë këtij suksesit që ke bërë deri sot, ose të paktën atë që shohën nga jashtë, me siguri ti prapë ke atë kritikun nga mbrana që dën edhe më shumë, ose kërkon nga vetja më shumë. Çfarë është suksesi tamam për ty? Suksesi është përmbushjen në disa dimensione. Jo vetëm në dimensionin e karrierës, pozicionimit treg apo të financave. Suksesi është kur je përmbushur në dimensione si në biznes, siç tham, në familje, në shoqëri,
në reputacionin që ke në qytetin apo në ambientin ku jeton. Përmbushje gjithë këtyre që tham është suksesi i vërtet. Ama nëse do ishim suksesshëm vetëm në biznes, nuk do ishte sukses, do ishte arritje dhe lek. E kuptova. Çfarë kostosh ke pas për me ndërtu biznesin në marrëdhënie me njerëz për shkak me shoqërinë e tjerë. A je detyruar me u shkëput dashje pa dashje nga një rreth po them miqësor, po e marr te shoqëria? Kostot sidomos në start të 3 viteve të para kanë qenë të mëdha, pasi 3 vitet e para që kur kemi startuar me 2 gusht 2015 dhe deri në fund të 2018-s, nuk kemi bërë asnjë ditë pushim dhe kemi punuar nga 12 orë në ditë. Kjo ka qenë komplet relative, pa festuar ditëlindje, pa festuar festa të tjerë edhe me radhë. Dhe kjo bën të mundur që të distancohesh nga shok, nga miq të vjetër, të cilët kishin kërkuar 2 herë, 3 herë dhe për herën e 4 të distanconte vetë puna. Më pas me strukturimin e punëve kuptohet që do i rikthesh edhe shoqërisë edhe gjërave të tjera të jetës. E kuptoj. Më the që s'kam bërë pushim, sidomos 3 vitet e para. Edhe unë e di që edhe këto kohë shpesh kur flasim në herë edhe ditë diele për shkak, mund të lajm në takim në herë. Po sa e rëndësishëm është pushimi për me shku gjanat siç duhet? Është shumë i rëndësishëm, po nuk që një mendje e qetë dhe një relaksim dhe jetë shumë e vështirë për të marrë vendime të duhura edhe iniciativa të vlefshme. Veç pushimit si ditë që është fundjava, ne kemi thënë dhe edhe të tjera bashkë që janë gjërat mira dhe meditimi, ose sporti, ose që po i quajmë si pushim ose si kohë për veten. Mendoj me zhvillimin e biznesit, koha pastaj do jetë më e madhe për këto. Përmend meditimin, po shtoj edhe një fjalë vizualizimin. A i ke përdorur ti te biznesi jot ose tek jeta jote? Pa e ditur e kam përdorur. Okej. Në shumë situata dhe raste tjetër e kam përdorur, po habitshme pa e ditur në mënyrë të pavetishme. Si praktik ose si metodik se si bëhet vizualizimi, por që nga shkolla fillore në gjimnaz, në shkollë të lartë, ka qenë një lloj projeksioni, nuk e di, mbase e lindur ose mbase e mësuar gabimisht, por që e kam përdorur. Mësim nga prindërit. Çka ke një mësim që e mon mend gjithmonë? Prej babait, po themi. Mësim shumë i vlefshëm, 2 prioritetet kryesore që duhet patur në jetë, puna edhe familja. Okej. Dhe më pas vijnë të tjerët. Puna për ta kërkuar me këmbgulje profesionin, arritjen, rezultatin, dhe i gjithë ky rezultat të vlej për familjen dhe për të qenë i dobishëm për ta. Më pas për qenë për tjerët, për kolegë, për miq. Nga nëna, thjeshtësia edhe çiltërsia në marrëdhënie me njerëz të mirë edhe bashkëpunëtor. Tan, ke bërë shumë arritje. Ç'a është motivi që ti zgjohesh në mes për me thonë do punoj sot ose do bëj diçka të bukur? Ç'a të motivon akoma me vazhdu, me ndërtu? Kam shumë puzzle pa plotësuar edhe. Jam kërkim puzzle-ave të radhës që të plotësoj ato tablon e gjërave të vizualizimit që ti the. Mbase kjo mund të ishte motivimi. Pa diskutim, motivim është edhe mirëmbajtja aseteve të raporteve dhe gjithë gjërave që kompania ka. Nuk themi vetëm asete monetare ose kapitale, por edhe marrëdhëniet me klient, bashkëpunëtor, partner. Është si një xhiro biçiklete që duhet t'i japësh çdo ditë që të eci. Po nuk ju dha shumë gjëra, pastaj edhe nuk eci, mund të dështojnë. Një këshill për sipërmarrësit të ri. A është më mirë të jenë specialist në diçka, pra të ofrojnë një shërbim, apo të jenë generalist, të bajnë shumë shërbime, po nga pak? Cila ka funksionu më mirë për ty? Këshilla bazë për sipërmarrësit të ri është që të rrisin vetdijen. Mos vijnë prej frustrimit të medjave apo të shoqërisë
dhe të krijojnë realitete paralele të cilat nuk kanë lidhje me atë që bëjnë, por të rrisin vetdijen në anën specifike të një pune ose një profesioni që ata bëjnë, ta mjeshtrojnë atë dhe të tentojnë për ta shit sa më lart edhe sa më shumë. Suksesin më the. Po leku, çfarë është për ty? Leku është një mjet për të arritur qëllimet më të mëdha, për të plotësuar ato puzzle që nuk janë plotësuar, por shumë i rrezikshëm nëse kthehet në një satisfaksion në analizë, që të fokusohesh edhe të mendosh gjithmonë për grafikët, analizat, shifrat e gjitha me radhë që prap janë me emërusin e paras. Një mesazh motivimi për të rit shqiptar që dojnë me marrë një profesion ose me nis një biznes. Çfarë të kenë parasysh, çfarë gjana? Të ndajnë mendjen se kujdo i duhet një punë edhe një profesion, të u lumtojnë derisa ta gjejnë atë që atyre ju pëlqen, dhe sot janë gjithë mjetet e mundura teknologjike që ta mjeshtrojnë sa më shumë ato, të shtojnë vlerët e vetja atyre dhe përjedhoj të shtojnë vlerë në gjithë tregun, dhe ajo vlerë do ju kthehet shumë fish në të mira dhe në suksese që ato do kenë. Mendoj formula shumë e thjesht ta zbotojnë. Po. Tan, shumë faleminderit që ardhe, tregove historinë tonë edhe mësova shumë prej teje si gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit ty.